Unë shoh që shteti është tu dështu në ballafaqim me grupet e tilla, të cilët mund t'ja shohim sherrin. Dje është vrarë një, mas nesër mund vritet dikush tjetër, dhe mund të ndodhin për çështjet e tilla, mbas edhe për bindje fetare. Unë e kam thënë, vazhdoj me qenë i bindun se ky grup është terrorist, që vrasja e policit lidhet me punën e tij, dhe puna e tij ka qenë mes tjerash edhe arrestimi dhe ndjekja e këtyre njerëzve. Ka pas reagime të ndryshme, megjithatë ta shohim në ditët në vazhdim. Po, tash, dakord jam, një çështje që duhet me pas parasysh është që me sa kom pa në zyrtarisht ende kjo vepër nuk cilësohet si vepër e islamit radikalist. Sigurisht se është veç faza e parë. Në fazë të hetimit. Po, dhe hetimit do na tregojnë pastaj, ka gjasa me qenë ashtu, nuk po e përjashtoj. Mirë po, mendoj që kur flasim për dështimin ose jo të shtetit, duhet me pas parasysh edhe disa gjëra. Sepse shteti mund të dështoj jo vetëm nëse dështon ta zën policia dhe gjyqësia. Pra po themi, kjo është një temë e cila duhet të kërkon një trajtim shumë të gjerë edhe shumë dimenzional se sa vetëm reagimin ndaj rasteve ekstreme siç është vrasja e policit për shemb. Tash për marrëdhjet e vrasja e policit dhe ose një zyrtari tjetër nesër, aty ka një përgatitje. Për mua pyetja kryesore këtu është jo apo kanë ndikim imamët e caktuar ose udhëheqësit e caktuar fetar, të cilët janë të radikalizuar, për çfarë do arsye qoftë ato. Pyetja është pse po kanë ndikim. Unë mendoj që shteti duhet më shtruar çet pyetje. Ose kushdo që don me diskutu këtë temë duhet më shtruar çet pyetje. Po i kanë mjetet, e kanë rrjetet sociale, mbase i kanë edhe financat, mbase i kanë edhe ndikimin nga jashtë, ose për jashtë. Pse po gjejnë vend të ne ose të shoqënitë si na ligjërime të tilla religjioze? Sepse një gjë duhet me kuptuar. Njeri mundet më ta dhonë një përgjigje të manipuluar për problemet e tua. Pra më të orientu dika tjetër pse e ti kiti një problem të caktuar. Po nuk mundet më ta kriju problemin. Problemi ekziston, ose s'paku ti e percepton si problem. Dhe pastaj përgjigja për problemin, pse po të vjen pikajt, po të vjen pse je që shtu e kështu me radhë, ajo mund të jetë manipuluar, e ideologjizuar, e keq orientuar politikisht në aspekt fetar. Tash, në njërin anë duhet me kuptuar çka, domethënë çka duhet me bëu shteti në mënyrë që qytetarët e Republikës së Kosovës mos me rshqit ka mendimi ekstrem. Me mendim ekstrem po nuk kuptoj çfarë do forme të ekstremizmit, po neve po na ndodh. Po pra, e çita duhet të analizu. E dyta pastaj. Sepse të menduarit ekstrem, mendoj unë e ka një formë të caktuar e cila është e njëjtë. E ajo pastaj mund të përdoret për ideologji politike, fetare, ku ta diun e tjera. Po është mënyrë të menduarit ekstrem. Ja është bardh, ja është zi. Për shembull, ky mendim binar. Ja keq, ja mirë. Shoqëritë moderne, të qyshtu, liberale, të zhvilluara, kanë lëviz për këtyre dy ngjyrave ekstreme. Kanë lëviz në një gamë të gjerë të ngjyrave, shpjegimeve të ndryshme. Nuk është veç mirë e keq, është edhe pak më mirë, pak më keq. Çto mund të bëj më mirë, çto jena mirë. Tash kur flasim na për 25 vjeçarin në Kosovë, cilat janë dy ide që i keni mas shumti në Republikën e Kosovës? Ka qenë shumë mirë dhe shumë keq. Shumë keq. Kjo pjesa tjetër që kryesisht shkatërru Kosova. Kryesisht identifikohet me vendosi. A nuk është që ky mendim ekstrem? Po. A ka pas gjëra të mira që kanë ndodhur në Kosovë? Sa të dush. Ka pas edhe gjëra të këqija? Po. Ti ke raportuar për shumë për tyra? Po.